Prokuroria speciale ka kërkuar 45 vite burg për secilin prej ish komandantëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, një pretendë kjo e cila ka sjell reagime të forta të po themi shqiptarëve kudo që janë, lidhur dhe me akuzat e forta që ka sjell kjo prokurori ndaj ish komandantëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Për të folur mbi këtë pretendë kam të ftuar në një lidhje direkte doktor Fitim Selimi, një prej zërave më kritik të kësaj gjykate, po ashtu një prej kontribuesve më të mëdhenj, ndër më të mëdhenj le të themi të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Zoti Selimi, faleminderit shumë që pranuat intervistën. Nderuar qofshi, faleminderit juve. Zoti Selimi, çfarë menduat kur dëgjuat prokurorin të shqiptoi kërkesën për 45 vite burg për ish komandantët të ushtrisë shqiptare të Kosovës? Në rand të parë, në aspektin juridik, kërkesa numerike për vitet e burgut ose për peshën e burgut është e pakuptimta dhe në aspektin juridik nuk është e pranueshme, nga se cilado prokurori apo cilado pretendë e prokurorisë do të duhej që mas përgatitjes së lëndës dhe përgatitjes komplete të materialit bashkë me akt akuzën të drejtohet gjykatës me vendimin definitiv për kitazi me argumentet të cilat janë siguru apo që janë shqyrtu në pretendimet e prokurorisë, në mënyrë që gjykata pastaj të merr vendimin e caktuar. Mirë, po të kërkohet 45 vite për secilin në mënyrë decisive për çdo njërin nga ata, nga 45 vite, në rand por nuk mund të thuhet që faji që thuhet individualisht është i njëjtë për secilin, dhe e dyta është një numër i cili është i papranueshëm në aspektin juridik. Por, aspekti tjetër i pretendimit të prokurorisë që dënohet mbi bazën asaj akt akuze, po ashtu është një pretendë e pabazuar, nga se pesha e provave të cilat prokuroria i ka shqyrtuar dhe i ka analizuar është asaj natyre që nuk mund me arsyetu akt akuzën apo kërkesat e asaj akt akuze. Për faktin që mas pari prejardhja e atyne provave është prejardhje e dyshimt, pastaj është prejardhje e këtyne provave apo dëshmive e ndërmjetësume, është vije nga një distancë kohore shumë e largët e cila i është nënshtruar ndikime apo ndryshimeve, janë paraqit para prokurorisë edhe dëshmi të rrajshme të cilat është demonstruar edhe në këtë pjesën e mbrojtjes që faktikisht kanë qenë dëshmi të rrajshme të nxjerra nën betim nga dëshmitarët e caktuar. Dhe kur e kemi parasysh që kjo gjykatë fillimisht e ka edhe karakterin politik, nga se burimin e saj e ka nga instanca politike dhe organizative që nga Këshilli i Evropës, mbi bazën e një pretendimi të dikmartit me një akuzë krejt tjetër nga këto të cilat janë të rendituna në akt akuzën të cilën po përpiqet me mbrojt dhe me prezantu prokuroria, atëherë problemi del edhe më i thellë, nga se në shqyrtimin e Këshillit të Evropës për pretendimet e dikmartit ka qenë evidentuar dhe ka qenë theksuar çështja e trafikimit të organeve, gjë që në asnjë mënyrë, në asnjë moment, me asnjë argument nuk është nxjerrë dhe nuk është provu që ka ekzistuar e procedurë. Unë kam edhe cilësinë e udhëheqësit sektorit shëndetësisë pranë shtabit përgjithshëm dhe natyrisht që kam reaguar disa herë lidhur me këto pretendime. Ka qenë mas pari jo në moralin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, në ushtri e cila e ka pretenduar çlirimin e një populli i cili është gjetë apo ka qenë në robni të vazhdueshme nga okupimi serb, po dhe pamundur në aspektin profesional o mjekësor që një procedurë e tillë ndodh në terrenet ku është zhvilluar lufta për çlirimin e Kosovës. Dhe nga këto dy aspekte faktikisht mund të demantohet plotësisht, edhe është demantuar plotësisht pretendimi për ekzistencën e asaj shtëpie të verë në terrenin e Shqipërisë dikun, në të cilën janë bardh personat dhe është bërë trafikim me organe. Kjo pra u tregu e paqëndrueshme dhe kjo nuk pat mundësi edhe argument me u gjetë fare në letrat e akt akuzës. Pra nuk figuron fare në akt akuzë dhe akt akuza në ndërkohë me kalimin e kohës ndrron, duke ju qasur dëshmitarëve tjerë të cilët kryesisht e kanë karakterin e dëshmitarëve të nxitur.
Dhe më e keqja është që shumë nga këto dëshmi burimin e kanë te një pol e konfliktit apo e luftës. Burimin e kanë te sigurimi i Serbisë, i cili apo të cilit ja ka pranu si të tilla prokuroria e speciales dhe si të tilla ato nuk kanë mundësi juridike asesi që të përdoren nga se është një konflikt i dukshëm, nuk ka mundësi pola, e cila ka zhvillu fillimisht apartheid, pastaj ka zhvillu spastrim etnik të një qytetar, të një popullate në Kosovë, nuk është e mundun me u marrë dëshmit e tyre për bazë për ngrit akt akuza ndaj çlirimtarëve të atij vendi, pra që ishin po ashtu palë e konfliktit përkatësisht palë luftarake në luftën e fundit. Zoti Selimi, ju përmendët pak shtëpinë e verdhë, po pyetja ime është si doli kjo shtëpi e verdhë, pra ku morën indicjet se në një zonë të, po themi, të Shqipërisë ekziston një shtëpi e tillë, pra si doli si informacion, nga buroi? Natyrisht, burimi është i angazhimeve speciale të forcave të veçanta, agjenturave të veçanta, që burimin e kanë të Rusia dhe të Serbia, të cilët në një farë mënyre kanë pretendu që në mënyrë logjike me lidh terrenin e Shqipërisë me të cilën ne kemi pas kontakt, sepse një terren logjikisht është e pranueshme në të cilin ne kemi bardhë dhe kemi marrë armatimin nga Shqipëria non, përkatësisht nga vëllezërit dhe motrat e këtij nga ky terren është e logjikshme që dhe kalimi të bëhet me që kemi një kufi nërmjet. Dhe mirë po, në fakt, lidhja logjike midis Kosovës e Shqipërisë si terren e fqinje është, po faktikisht nuk është argumentu asnjëherë që ka pas mundësi të ndodhë një gjë e tillë. Kanë shku ekspertiza të veçanta janë bërë te ajo shtëpia e verdhë për me helumtu apo për me vret nëse aty ka pas gjurmë gjaku apo gjurmë të natyrave të ndryshme nga të cilat do të nxirren ndonjë argument që aty të ketë pas ndonjë procedurë asaj natyre. Mirë po ka qenë e pamundur të argumentohet saqë ajo akuzë përkatësisht ai konstatim nuk ka gjetë fare vend në akt akuzën bazë e cila është ngrit apo që ka pretendu fillimisht me ngrit mbi bazën e pretendimeve të Dikmartit. Pra ajo ka ra. Dhe këtu ndërlidhet edhe një diçka e rëndësishme shumë, diskutimet në opinionin publik lidhur me atë se pse u përkra apo pse u votu. Pra, nuk do duaj votu gjykata speciale etj. E kanë themelin e kanë pikërisht këtë, sepse pretendimet e Dikmartit kanë qenë që të argumentohet apo të konstatohet që ka ekzistuar shtëpia e verdhë përkatësisht nga ana e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe nga çlirimtarët e këtij vendi është aplikuar një procedurë e trafikimit të organeve dhe dëshira e barzëve të asaj lufte për çlirim me insistimin e palëve ndërkombëtare, me këmbguljen që të bëhet kjo gjykatë, ka qenë që me gatishmërinë më të madhe të argumentohet të hyjet këtij procesi, në që të argumentohet që një gjë e tillë, një procedurë e tillë nuk ka ekzistuar fare askon në asnjë kohë në terrenet kur ka vepruar ushtria çlirimtare e Kosovës. Gjë që edhe u dëshmu. Asnjë prej prizve politik të fillu edhe prej të nderuarit Hashim Thaqit dhe Jakub Krasniqit asnjëherë nuk e kanë menduar që kjo gjykatë do ta ketë kohjen e kësaj natyre. Gjithnjë është menduar që bazamenti i kësaj gjykate përkatësisht i përpjekjes prokurorisë për me gjetë argumente për ta luftuar ushtrinë çlirimtare të Kosovës është pikërisht te ai denoncimi, thojza i Dikmartit që i bën gjoja aty në procedurave të trafikimit të organeve. Dhe natyrisht, secili prej nesh do të ishte i gatshëm që të ballafaqohet me drejtsinë ndërkombëtare në mënyrë që ta demonstroj që një gjë e tillë që pohohet me nxitje të Rusisë dhe të Serbisë përmes një dore apo përmes zonit të Dikmartit në Këshillin e Evropës është e pabazuar dhe është e pavërtetë. Dhe kjo është argumentu qysh në fazat e para të grumbullimit të provave. Mirë po, çka tash janë gjetë prokuroria në një situatë të rëndë në të cilën o dosh domosdoshmërisht me gjetë ku janë e kus janë prova dhe dëshmitar të cilët faktikisht do ta plotësonin atë akuzë në që të kryhet një proces i tillë në dëm të prizve të ushtrisë më të lavdishme që ndonjëherë kombi shqiptar ka pas ushtrisë çlirimtare të Kosovës.
Zoti Selimi në fakt parë nga akuza e prokurorisë lidhur me veprimtarinë e ish-komandantëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të cilët në mënyrë të çuditshme pretendojnë se ish-komandantët ishin aq të zotë sa të mashtronin krerët më të rëndësishëm të shteteve të huaja, përfshirë agjencitë më të njohura në botë siç është CIA dhe agjenci të tjera. E ndërkohë kishin kohë edhe që të merreshin dhe me trafikim organesh, pra i bie që ata luftën se kanë bërë fare ata, se ku ju ka dalë koha që edhe të merreshin me këtë punë dhe të luftonin, dhe të organizonin dhe luftën, sillnin dhe pavarësinë e Kosovës. Pikërisht këto prokuroria e kam përshtypjen që edhe prokuroria ka fjetë mu sikurse në gjykas që u dëke këtë ditë gjatë këtij procesi kur i ka ballafaqu provat. Këto po mendoj që gjatë nxjerrjes së provave nuk ka pas korrelacion në midis provave të ditës së djehit dhe provave të sodit. Korrelacion midis thonjeve që i kanë thonë në një moment caktuar të mbrojtjes apo të pretendimit të prokurorisë dhe në momentit tjetër. Është e pamundun pra të merret parasysh, të thotë edhe të pranohet që aftësia e udhëheqësve të kësaj të ushtrisë shërimtare të Kosovës tjetë aq e madhe sa ti manipuloj edhe përfaqësuese ndërkombëtarë të cilët gjatë krejt procesit, gjatë krejt luftës për shërimin e Kosovës natyrisht kanë monitoruar gjithçka. Dhe të njëjtën kohë të pretendohet që dikun në një terren të Shqipërisë atje pikërisht nga këta njerëz pas ka pas mundësi të bëhet një gjë e tillë. Unë këtu e shoh që ballafaqimi përkatësisht, prezantimi i provave dhe ballafaqimi i fakteve të prokurorisë në raport me mbrojtjen nuk janë armë të njëjta, sepse prokuroria i ka pas të gjitha mjetet e mundshme në dispozicion dhe prokuroria ka kontaktu me gjitha forca tjera si që janë sigurimin e Serbisë, sigurimet e Rusisë e tjera dhe kanë mbledh argumentet, kanë pas hapësirën për me i manipulu dhe me i bledhë dëshmitarët të cilët nuk janë tregu konsistent në procesin e dëshmisë, po të njëjtën kohë në anën tjetër kanë qenë janë të akuzuarit prisit e luftës për çlirimin e Kosovës, të cilët këto mjete nuk i kanë pas në dispozicion dhe këto pra mjetet apo arma e provave nuk ka qenë e barabartë në asnjë mënyrë. Po në fakt po del që prokuroria më tepër ka shpërfaq një diletantizëm në përfaqësimin përkatësisht në mbrojtjen e thonjeve nga vetë lënda të cilën ata e përfaqësojnë, sesa që kanë nxjerrë një profesionizëm në mbrojtjen e atyne thonjeve apo mbrojtjen e atyne konstatimeve. Dëshmit e prizve më të lartë botnor, edhe ushtarak, edhe politik, në gjykatën e Hagës, të cilët në një farë mënyrë decidivisht e kanë pohu që lufta për çlirimin e Kosovës ishte një luftë që është zhvillu e prirë nga vullnetar të këtij populli, të cilët kanë pretendu ta çlirojnë vendin e tyne dhe kanë çliru vendin e tyne dhe kanë rrëmby vëmendjen e bashkisë ndërkombëtare për t'i bashku forcat, për t'i bashku armët, cila gjë që ka rezultuar me çlirimin e Kosovës dhe pretendimi që përkundër këtyne konstatime apo këtyne dëshmive të thuhet që këta njerëz apo këta pris luftës për çlirim ishin njerëzit që kanë bërë faje apo kanë bërë krime lufte, është totalisht i kundërt dhe është totalisht i paqëndrueshëm. Dhe në bazë asaj që po shihet deri tani, këtu po del që kriminalizim të ushtrisë çlirimtare të Kosovës nuk mund të ketë. Kriminalizim të një populli të tërë që ka luftuar për lirinë e vet nuk mund të ketë. Dhe po ashtu kriminalizimin e njerëzve të veçantë nga tërësia apo nga strukturat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës nuk mund të bëhen, nga se secili i ka pas detyrat dhe angazhimet e veta në mënyrë që me e bë atë tërësi të rezistencës përkatësisht atë tërësi të luftës për çlirim. Është një problem këtu i madh dhe në atë pyetje se çka pritet. Në çështjen se çka pritet nga kjo gjykatë, ne duhet me mendu për pasojat mas pari relativizimin e besueshmërisë të botës në gjykata ndërkombëtare, përkatësisht sidomos relativizimin në sytë dhe në bindjen e opinionit në Kosovë.
E dyta, thellimin e hendeqeve edhe në relacionet politike mbrana për mbrana Kosovës dhe njëjtën kohë një dëm shumë të madh që do të shkaktohet në Kosovë si rezultat i asaj pasoje që do të ndodhte si rezultat i ndonjë dënimi përkundër pafajësisë plot të njerëzve prejes të luftës për çlirimin e Kosovës. Tash për këto pasoja ne po presim dhe kur asnjëherë më shumë nuk di që ka qenë opinioni i elektrizuar përkatësisht i tensionuar në pritjen për vendimet e gjykatës. Edhe pse intimisht të gjithë njerëzit duke u nisur nga fakti, të gjithë e presin që pafajësia e prezve të luftës për çlirim do të ndodhë në përfundim të këtij procesi gjykues. Zoti Selimi, ju folët pak bashkë me mua edhe për prokurorët. Po në vetvete, a mendoni që prokurorët janë të paaftë përpara një farsë të tillë, apo janë pjesë e një skenari për të ndërtuar ndoshta më vonë një veprim ose një qasje tjetër pas vendimit të gjykatës së Hagës ndaj pavarësisë Kosovës? Pra, e para ku e marrin guximin që të bëjnë tilla sjellje, pra jo vetëm tilla sjellje, por mos marrin për bazë dhe dëshmi shumë të rëndësishme të figurave të njohura ndërkombëtarisht, siç është Wesley Clark, një prej figurave të mirë pranuara dhe me reputacion shumë të mirë, jo vetëm SBA, por edhe në Europë. Dhe ata kanë një qasje deri diku dhe përpusëse ndaj dëshmisë së tij, duke madje e nxjerrë me pretencën edhe si naiv që ja ka hedhur Hashim Thaçi, le të themi. Pra, e para ku e marrin guximin që shkojnë deri këtu prokurorët special. E dyta, kush fshihet pas kësaj? Natyrisht që dosja e prokurorisë është një dosje e cila ka filluar mbi bazën e pretendimeve të cilat e kontestojnë, e relativizojnë edhe vetë substancën Kosovë, edhe vetë substancën e shtetit Kosovë, po edhe relativizojnë edhe përkrahjen që forcat ndërkombëtare i kanë bërë Kosovës në procesin e çlirimit. Pra, të përfshi edhe angazhimet luftarake në gjatë bombardimeve me vendim të Amerikës edhe të NATO-s në përgjithësi. Dhe nuk ka mundësi që prokuroria në një fazë caktuar edhe përkundër konstatimit që s'po mundet me i gjetë dëshmitar, përkundër nervozës që e ka pas kaplu gjatë atij procesi, natyrisht që ata nuk do të mund të jekin edhe nuk jekin dorë prej atij procesi, mirë po në fakt është që insistimet e prokurorisë në vazhdimsi nga ana e mbrojtjes së të akuzuarve po dalin si pretendime krejtësisht pabazume. Natyrisht insistimet e palëve të cilat e kanë nxit këtë proces për të ndjekur çlirimtarët do të jenë deri në fundin e gjë që dëshmohet edhe me kërkesën decisive numerike për nga 45 vitet burgut, por konsistenca juridike, qëndrueshmëria juridike e këtyne insistimeve apo këtij pretendimi faktikisht është tepër e dobët. Unë kam qenë edhe jam aktualisht, askush me asnjë dokument nuk më ka njoftu që dikush ka hjek dorë prej asaj akuze për mua dhe unë kam qenë 2 herë i intervistuar në gjyqin në prokurorinë e Hagës. Një herë më herën 2005 në cilësinë e mbrojtjes, në cilësinë e dëshmitarit mbrojtjes, mirë po herën e fundit tash para 2 vite kam qenë intervistuar në cilësi të dyshuarit. Dhe mënyra se si ata e morën intervistën, mënyra se si ata i qasën, nështë është profesionalizëm kulmor, po për mua është një sharlatanizëm kulmor. Dhe nuk mund të thuhet që s'është edhe sharlatanizëm kur dosjet e asaj gjykate, përkatësisht dosjet e asaj prokurorie, nxirren nga proceset hetimore dhe komplet dosjet i çohen te zyra të Shqipërisë. Dhe çfarë procesi gjyqësor është ai që nuk është në gjendje apo që qëllimisht e bën nxjerrjen e argumenteve përkatësisht nxjerrjen e dosjeve nga gjykata apo dëshmive nga gjykata dhe e çon nëpër shoqata të veçanta. Ne krejt e dim tash se kush
ku, si dhe mbi çfarë baze ka dëshmu. Ky proces faktikisht e ka hub herët e ka hub atë legjitimitet juridik të vetit. Po sido që tjetë ka shku si i tillë, edhe në sajet asaj të cilën duhet me e përmend patjetër që organet e Kosovës faktikisht kanë qenë jo agile mjaftueshëm për të përcjell zhvillimet brenda asaj gjykate. Zhvillimet më të rëndësishme të cilat është dashur me i përcjell në këtë gjykatë përkatësisht në fazën e hetimeve janë trajtimi jo i drejtë dhe procedura jo e drejtë që është zhvillu karshi të akuzuarve. Apo mendime të ndryshme edhe përmbrenda faktorit politik shqiptar për kitazhi me qasjen karshi gjykatës speciale. Unë mund të them që polarizimi i shoqërisë kosovare, sidomos me ardhjen e Albin Kurtit në krye të qeverisë Republikës Kosovës, i cili përmes një puçi institucional o juridik, jo puçi përmes një puçi institucional juridik e mbajti që të tërë Kosovën pezull, e mbajti Kosovën në diktatin e tij, në vazhdimsi përkundër asaj që deklarativisht i ka dhënë tash disa deklarata në favor apo në mbrojtje të pjesëtarëve të Shoqërisë Shqiptare të Kosovës që atje po akuzohen, në esencën e tyre ata i kanë luftuar me të gjitha forcat. Këtu mund ta them gjenezën, nuk ka gjeneza veç të Albin Kurti, po dhe faktori apo një qendër politike shqiptare që e ka burimin të lidhja demokratike e Kosovës, në krye me disa krerë të saj, të cilët janë zëtu hapur që do t'i çojnë në burg të këta pjesëtarë që i kanë pri luftës për çlirim, faktikisht e ka bë të vështirë një qëndrim unik të faktorit shqiptar karshi proceseve përkatësisht karshi shkeljeve të drejtave njerëzore dhe të drejtave si të akuzuar në procesin e Hagës. Konsideroj që ne si shqiptar, si kosovar, nuk kemi qenë nivelin e duhur të detyrës për ta njohur, për ta rujt, për ta fisnikru dhe për ta mbajt në vendin që duhet vlera jon që dën vlera jon më e larta që kemi pas apo që kemi ndërtu ndonjëherë në historinë tonë. Pra, çlirimtarët e tonë, jo që nuk kanë qenë të mbrojtur institucionalisht, po çlirimtarët e tonë kanë qenë të ballafaqum edhe me akuza apo me grumbullim dosjeve të cilat kanë ardhur. Ne kemi pa rastet e Donika Gërvallës, e cila është ministër në kodër të qeverisë Thaçi, dhe e cila ka deklaruar përmes mjeteve të informimit që ka deponu dosje për gjykatën speciale. Janë ato thonjet e Albin Kurtit, Hashem tek i venin atje në gjykatë Hagës, etj. Pra, lufta politike për eliminimin e njerëzve të cilët e bën lirinë e Kosovës dhe të cilët e bën ndërtimin e Kosovës, që sollën bashkërenditje me faktorin ndërkombëtar edhe institucionin përkatësisht pavarësinë e Kosovës edhe formale, që sollën njohjet e Kosovës në nivel rreth 120 shtete, faktikisht nuk është bë mbrojtje, po përkundrazi është bë një përpjekje për t'i relativizuar dhe për t'i larguar nga skena politike si rezultat i ambicjeve për pushtet, ambicje të cilat nuk arsyetohen në asnjë mënyrë. Prandaj, rezultimi me dënim i njerëzve eventual, po them, i njerëzve që përfaqësojnë UÇK-n dhe që përfaqësojnë sakrificën më sublime të këtij vendi, do të shkaktoj tensione të ashpra në Kosovë. Unë nuk e shoh që Kosova do të jetë ajo që ishte në rast se mund ndodh dënimi i krerëve të Shoqërisë Shqiptare. Nuk mundet me shfaqsu veten lidhja demokratike në vazhdimsi kundër këtyre njerëzve, rezultati i mospranimit apo çyçarisë së saj për ta pranuar që jo për herë dhe përjetësisht opsioni paqësor për ngritje apo për pavarësimin e Kosovës ishte opsioni i drejtë. Nuk mundet më shfaqsu Albin Kurti, i cili po ashtu e avokaturën popullin ndihmosën me pretendimet e rrallë se këta ishin kriminale, këta bën atë vetëm se një pas luftës mund të ketë
dhe natyrshëm defektet e veta, siç mund t'i ketë çdo çështje defektet, me u thirrë në defekt normale pas putës për të akuzuar njerëzit kriminal, njerëzit që rënusin për 20 vite të Kosovës, kjo është nuk absolutisht nuk e shfaqson as Albin Kurtin rreth e lidhjes demokratike. Pra, në Kosovë çështja është mjaft, çështja nuk i përket Rusisë dhe Serbisë, po çështja i përket edhe akceptimit të pa diskutim të gjitha atyne hapave që Serbia dhe Rusia i kanë ndërmarrë nivelin ndërkombëtar për ta ngritur edhe gjykatën ndërkombëtare. Dhe njerëzit që kundukën apo krijimin e gjykatës, që mos i ditë prapaskenat që qëllimi i gjykatës po kërkohet që të verifikohet se jo tesi të trafikimit të organeve, tash e përdorin ne kemi qenë kundër gjykatës. Nuk është e vërtet, nuk kanë qenë kundër gjykatës, kanë qenë pro gjykatës, narrative ishin dhe në sinqerisht ju them, është helmu një pjesë e mirë e qytetarisë këtu me narrativin shumë të gabuar, me narrativin krejtësisht politik të strukturës ekzistuese por. Dhe kjo nuk është një çështje që brengos apo që lejon komoditet. E përjetovshëm dhe unë po mendoj që padyshim që ashtu do ndodh fatin e lirimit pa faj të akuzuarve në procesin e Hagës, në mënyrë që rrjedhat në Kosovë të stabilizohen. Përndryshe, nuk mund ta hedhim gurin as te Serbia, as te Rusia. Burimi i krejt kësaj situate është ish burgosurit politik të Kosovës të parë, të cilët u identifikuan me ondjen e tyne me nonën Shqipëri, që u identifikuan me Shqipërinë e cila në krye e kishte Partinë e Punës e që kishte Enver Hoxhën, pa marrë parasysh kush ishte ajo. Ajo ishte nona jon, ajo nuk ishte Jugoslavia e cila e kishte të instaluar krejt makinerinë e udhëve së mbrana Kosovës, dhe ne u identifikum në vazhdimsi me nonën Shqipëri. Dhe të gjithë ata që ishin me titën, të gjithë ata që ishin me titistët, që ishin pjesë e UDB-s, ata u rënditën me kundërshtarët e ish burgosit, të cilët identifikoheshin me Partinë e Punës edhe me Shqipërinë, jo me ideologjinë, po me faktin që ai ishte substanca e jonë të cilës ne do duhet të mbështeteshim. Ne do duhet të mbështeteshim Radio Tiranës apo televizionit shqiptar, sepse ne s'kemi pas ka të mbështetemi dikon tjetër. Dhe këtu polarizimet fillojnë pikërisht sakrifisat e para dhe theksi përkatësisht ajo kulmi i këtyre polarizimeve po ndodh pikërisht të burgosit. Pra fillon me të burgosit nën pushtetin e dikur viteve të 50-ta, në krye me Adem Demaqin, dhe përfundon me të burgosit po ashtu këtë vit në krye me Hashim Thaçin. Dhe ne drejt jemi identifiku, ne nuk kemi faj pse rënditen njerëzit mbi bazën e përkatësive ndryshme. Po nuk isha i Zotit ta marr armën, prandaj unë du t'i luftoj këta që kishin armën, unë nuk isha i Zotit të rënditem në forcat kombëtare edhe tash t'i luftoj këta që ishin me forcat kombëtare dhe që i bën lirin. Këto polarizime faktisht neve kanë me na kushtu, po do të zbuten shumë në rast çlirimtarët e tonë do t'i kthehen në Kosovës dhe unë e kam një bindje shumë të mirë, shumë të fuqishme që kjo do ndodh. Zoti Selimi, ju e përfunduat fjalin tuaj që ushtarët ish komandantët të ushtrisë shqiptare të Kosovës mund të kthehen në Kosovë. Çfarë ndodh nëse një gjë e tillë nuk ndodh? Po, nëse një gjë e tillë nuk ndodh, e para që ndodh vërtet është thellimi i polarizimit të shoqërisë kosovare. Nuk po du me paragjyku zhvillime zeza. As koncepti luftë qytetare, as luftat qytetare nuk kishin me ekzistu, po që se terminologjia, po që se ato nuk kanë ndodhur kur. Dhe unë friksohem prej turbullimeve mranda për mranda Kosovës, sepse unë për vete nuk jam në gjendje lehtë me duru dikan që deri dje ka qenë në strukturat e UDB-s serbe dhe jugoslave,
dhe i cili mohon çdo vlerë, që mohon lotët e nonave për dëshmorët, për fëmijët e vet që kanë rënë në altarin e lirisë, që mohon sakrificën dhe vujtjen dhe që mohon viktimat martir që kanë rënë pikërisht si rezultat i dhunës serbe në Kosovë. Dhe unë nuk mund të pajtohem me komoditetin e atyre të cilët nuk bon asgjë për vendin, e sot janë zëshëm dhe renditen për ta relativizu madhështinë e prisit të sakrificës kulmore të shqiptarëve të Kosovës. Prisit i cili arriti me fitu vëmendjen, dashnin, respektin, më u përgjegj kushtrimit të cilit arriti më u përgjegj nga Shqipëria dhe nga gjitha trojet të banuar me shqiptarë, dhe në fund arriti shohet edhe orma e forcës më botnore, orma e NATO-s. Dhe unë zëre kam pajtu që ata njerëz relativizojnë dhe e morrin përmes formave të veprimit të populist, manipulojnë masat, manipulojnë me padituninë, me mjerimin intelektual dhe morrin çdo me kanalizu anej ka s'dohet. Unë e shoh pushtetin e sapo morr Albin Kurtit si një veprim apo si një bazament për me thellu të keqen në Kosovë, jo asesi për mi përmirësu procesin në Kosovë. Dhe dënimi i krerëve pikërisht do të arsyetoj akuzën përkatësisht sharjes që i drejton Donika Gërvo prizve të Shtetit Shqiptare të Kosovës, sharje të cilat kuzhina përkatësisht struktura të veçanta të lidhjes demokratike të ndërtuara, komisionet të veçanta të ndërtuara për ta denoncu përkatësisht veprimtarinë e çlirimtarëve të Kosovës. Dhe aty duke i fut edhe humbjet e njerëzve të cilët kanë ndodhur edhe pas periudhës luftës, e të cilat përkundër asaj që kanë pas pushtet, edhe këto subjekte asnjëherë nuk e kanë argumentu se kush ishte ai i cili ishte ekzekutori përkatësisht ndjekësi i këtyre viktimave. Dhe tash këto, në rast se kjo ndodh, kovi i aty në kuzhinave apo vazhdimësia aty në kuzhinave do të ndodh. Dhe fatkeqësia ne do të përçohemi si rezultat i mendimeve apo i bindjeve politike si substancë, si popull, dhe perspektiva jonë do të zbehet pikërisht nga një polarizim akoma më i theksuar se që ekziston sot në shoqërinë shqiptare. Zoti Selimi, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Nderuar qofshi, faleminderit juve për kujdesin për këtë hall tonin, sepse është një hall i përbashkët.